Gaza dhe po ashtu me infanteri dhe me okupim klasik kushtarak në Vestbank, që zhvillon aktivitet përmes kolonëve dhe arrin që të kolonizoj edhe pjesë tjera, të cilat janë të dhimbshme edhe për shtetin arshëm, sepse krijohet atje një hartë, një lëkurë leopardi me qëllim që pjesë të cilat ata i konsiderojnë Judeja dhe Samara, pjesë të cilat janë historikisht në mitin e tyre të Torës, vendet të cilat asesi nuk mund të jenë në sovranitetin e shtetit arshëm palestinez. Por të jem shumë i shkurt, do thotë të tri prokse që nga Houthi në Yemen, Hezbollahu dhe policia, po ashtu Hatab Hezbollah në Irak, a policia shiite në Irak, janë prokse të cilat i aktivizon Iranin në momentet kur ai dëshiron dhe i shef të arsyeshme për të aktivizuar. E qartë, zot Bilali, në fakt ajo është ngelet dilema po disi e çuditshme pavarësisht këtyre deklaratave që janë bërë. Pse tashmë Mojtaba Khamenei vazhdon të mos shfaqet publikisht, pra mendoni se ka një pasiguri të brendshme në regjimin iranian? Në thot drejtën, ai që ka gjithë frejt në duar është Ahmad Vahid, shefi i Gardës Revolucionare Islamike, në cilë mund të thëmë është personi kyç që pa të nuk mund të sjellet asnjë marrëveshje apo finalizim i asaj për të arritur përqimin delegacionet që udhëheqen në sektor civil. Këtë rast e kam fjalën për Abaz Agacin dhe kryetarin e parlamentit Kalibafin. Mendoj Mojtaba ka dy mendime, mund të jetë, ka qenë i plagosur, ka pësor nga bombardimet, dhe shërimi i tij ka dash kohë, që mund të jetë arsye, do thot, për shkak të kësaj goditje, apo plagëve që ka marrë, dhe dyta dëshirohet që të ruhet dhe të ketë në vëmendje që mund të gjëja që ka gjetë të atin e tij. Dhe kjo, do thot, tamam e tëra kjo mbulesë që i bëhet apo nuk dihet tamam vendodhja e tij apo dalja në publik, ka për qëllim që figura e tij, Ayatollah i ri, të ruhet që mos të goditet, sepse në Iran kanë operuar dhe operojnë ende agent të Mossadit, të cilët durën në zemër ka qenë efektiv. Jo vetëm në organizimin e protestave që i atakon Iranin dhe i lefajtohen, aty në Bunteve, në fund të dhjetorit të vitit të kaluar dhe në disa ditë fillim të vitit këtij viti, por në aktivitetet e veta, sidomos me etnikumin kurd, pastaj edhe pjesë tjera të etnive tjera në Iran, ka arritur që të krijojë celulat e tij dhe të bëjë dëm qoftë sabotim, qoftë organizim të bunteve apo të protestave për brenda. Dhe kjo tregon që Mojtaba dhe siguria e tij personale edhe vetë Gardës Revolucionare Islamike e përcjell këmba këmbës për të mos qenë atak i ri i sulmit izraelit apo amerikan. Dhe kjo është arsyeja vetme pse Mojtaba më thëmë ruhet fort dhe ka një suiqje për cilë që sa këmba këmbës për arsyet që mund të jetë cakë i radhës e likvidimit. Por në Iran vendimtare është kush udhëheq Gardën Revolucionare Islamike, sidomos në kohra në të vullirat e tilla apo në kohra lufte. Dhe kjo është ajo alfa dhe omega që merr vendime me cilat të gjithë duhet të pajtohen. Edhe presidenti i Iranit në një farë mënyrë ka kujdes në këtë drejtim. Mahmud Ahmadinejad ka qenë njëra ndër figurat që është përfolur si i preferuri i Izraelit dhe Amerikanëve. Edhe Trumpi kur e ka thënë fjalë, ne do të vendosim për një Ayatollah dhe do të më pyetin mua, ka pas fjalën mund të jetë një lloj spekulimi apo konfrontimit brendshëm për të shkaktuar pastaj problematika që ky njeri është i Amerikanëve. Ishte një president i cili ka deklaruar decisivisht gjatë kohës së mandatit të tij si president që Holokausti është shpike. Dhe nuk ka bëj me të vërtetën. Dhe Izraeli do të fshet nga faqja e dhënë. Dhe këto deklarata pastaj të dilet sot të thuhet që ky është njeri
në një farë mënyrë që parapëlqehet nga amerikanët dhe nga Izraeli, është e çuditshme, ose mund të ketë në shantazh, ose në një farë mënyrë njerëz që deklaruan me parulla bombastike mund të jenë ndonjëherë edhe njerëz që punojnë për dikon tjetër. E qartë. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur dhe për të rikthyer pyetjes fundit pra tek marrëveshja e Abrahamit, mendoni se kjo është përpjekja e fundit tashmë e Amerikës për të ruajtur atë dominimin në rrjetin e mesme dhe nga ana tjetër, çfarë do të ndodhë nëse marrëveshja me Iranin do të dështojë në vijim? Para mendoj që do kemë një rikonfigurim të ri në linjët e mesme, kjo do ndodhë këtë vit, apo në shumë shpejt në vitet e ardhshme, është mëse reale, kjo varet nga aspekti i përgjithshëm i një gjeopolitika apo një krijimit të ri në rendin botror. Dhe amerikanët këtë janë mëse të vetëdijshëm. Ju përmendi këtë nga se të reku vrejtjen mi fol një 30 sekonda, State Departamenti ka dërguar një raport Kongresit ku politika dhe qasja amerikane të i Ballkanit Perëndimor mund të ndryshoj dhe nuk menaxhohet dhe nuk ndihmohen më shtete, por siguria dhe parteniteti i dëmshëm që mund të jetë i dobishëm për ta. Do të thotë kemi një ndryshim në vizionin dhe në politikën e jashtme amerikane. Dhe kjo mendoj që edhe në lidhja mesme që është një periudhë bukur e gjatë që asgjë nuk ka lëvizur pa aminin e amerikanëve. Dhe kjo mendoj që tash e marrën me qenë se njëra ndër pikat e bisedimit është edhe kjo. Tërheqja e trupave amerikane, bazave amerikane nga lidhja mesme, sidomos nga vendet e xhirit. Por marrëveshja Abraham lidhet komplet me të armën dhe atë sa amerikanët do jenë të pranishëm në lidhje të afër. Por kjo tëra bëhet që Izraeli të ndjej një rahati sipas vizionit amerikan. Por rahatia e Izraelit mund të arrihet vetëm me solucionin e dy shteteve, sepse problemet nuk do ndalen. Ne në lidhjet e mesme mund të kemi në këtë rast një anëpushim ta quaj kështu për kohë të gjatë, apo një marrëveshje, me qenë se marrëveshje të keqe nuk ka, mund të ketë pika shumë të dobta, po më mirë është të ketë paqe sa luftë, por në lindjet e mesme mund të ketë ndërprerje të luftës. Por betejë në lindje mesme nuk do ndalet, mund të them, edhe për një kohë të gjatë, pa arritur një koekzistencë të përbashkët, mendoj, edhe në raportet arabo-izraelite, por komplet të paqja e cila sigurohet vetëm me krijimin e balancave. Këtë rast, Turqi, Iran edhe Izrael. Por Izraeli dëshiron që të krijojë primat dhe të jetë, mund të them, një dy shkallë më larg në aspektin e kapaciteteve ushtarake, por edhe të partnerit të cilit mund të jetë proksi tyre në këtë rast. Mendoj që Izraeli në të ardhmen do të punojë shumë me Kinën. Me Kinën do punojë shumë Izraeli, sepse me Rusë të ka një korrespondencë, por Rusë nuk do jenë fuqia kryesore ardhshme e botës, ndoshta për fatin tonë edhe për fatin tonë është e mirë, por kinezët më duket që do jenë streja ardhshme që Izraeli do ketë kujdes dhe do jetë nga rendje për të krijuar një raport të mirë. Qartë. Mirë, zoti Bilali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe nga ana ime, kaleni mirë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë shihemi sërish nesër deri atëherë mirupafshim.